e pa që një emision në barë. Natën e mirë. Jemi kanë me punë, kështu që të flasim për balotajën e për krejt atë se si po shkon në fushata, e paka shumë cila do t'jen edhe ato rezultate befasuse që mund të pritën. Do të flasim tani në studio me Avni Arifin, ish politikan e opinionist politik. Zoti Arifi mirë mbrëma, faleminderit shumë që je sot me ne. Faleminderit për ftesën. Kryeministri Albin Kurti na thanë që vit sa nuk po flen Mitrovic. Pse zoti Arifi kjo vëmendje këtë herë në Mitrovic duke bërë kështu që t'i kalohet edhe kryeqytetit? Kosova ka një lider pa vizion për shtet. Merret me një komunë. Arjan Tahiri është fitues i garës për zgjedhjet lokale. Ai ka fituar në krejt Kosovën, pa marrë parasysh rezultatin. Për shkak të kësaj vëmendje që ka marrë? Ajo është të luftu me shtetin. Këtë shteti po mundohet me mujt. Nuk është në garë me Faton Pecën, është me Albin Kurtin, me krejt deputet televizjes vendosje, me mekanizmat shtetit që nuk ishtë dashtë më marrë me këtë tema. Me mekanizmat sigurisë nuk ishtë dashtë më marrë me këtë tema, sepse Arjan Tahiri është qytetari këtij veni. A fiton Faton Peci apo Arjan Tahiri, qytetarët e Mitrovicis do të me vendosë. Jo me këto propagandat në dyta që shi përmendi gazetari, me njollos, e me munu me kriminalizu njerëz, e me bo asocime kriminale, vetë me njollos një djallë të ri, që ka vizion për qytetin e vetë, ka program, nuk ka shku tërsisht si outsider aty, kur se ka njoftë, kur s'kam dëgju për Arjan Tahirin. Edhe kam besu, si kur besej pjesa e këtë Kosovës, se 60% i merë Faton Peci, sepse ka pas pare shumë në dorë. Jo që i ka trajtu mirë ato pare, sepse ka pas akuza shumë, po ka pas pare shumë. Dhe është pritë që nënkryetari Bedri Hamzës, sigurisht fiton pa ballotash, dhe ka qenë befasi me e mira. Ajo e bën fitues absolut Arjan Tahiri. Në çdo paraqitje ka impresionu me kulturën politike, ka impresionu me korrektsin, me programin dhe vizionin që ka për qytetar. Kështu tash nuk e di kush fiton, sepse ajo po tham edhe një herë, ajo është të luftu me shtet. Këtë shteti në gjua atje për merzuar Arjan Tahirin. Po ajo është fitues i kësaj gare, fitues moral dhe besoj se i ka dhënë një shkollë jo vetëm Mitrovicës, po edhe partive tjera dhe komunave tjera që duhet kur t'hysh një garë, që me u pregadit dhe që me pas vizion për qytetin tënë. A është kjo arsyeja që po thoni se po e lufton edhe krejt qeveria në një farë mënyrë Arjan Tahirin, pra është përgatitja ti, vizioni ti, ajo që ka paraqit në vazhdimsi edhe në debatet publike që kanë qenë në kundër këtë ballafaqime që ka patur me kundër kandidat, apo çka është problemi, ku ka nis krejt kjo vëmendje për ta sulmuar në këtë rast po themi në thojza në kandidatin e Faton. Në këtë rast Arjani është viktim kolaterale, sepse me Mitrovicën po mundohet, mendon të paktën edhe për disa muaj, se të paktën deri në zgjedhjet të ardhshme nacionale, me majt gjallë propagandën dhe mashtrimin që e ka bo për veri. Nën komuna sërbe, lista sërbe kriminel, nën komuna pa ballotazh, e ka homogenizu të nësisht këtë parti që në bindjen teme ka elemente shumë kriminale. Ky e ka bo, ky e ka homogenizu që edhe e ka pamundsu një partije politike sërbe tjetër më u kriju në Kosovë. Tash në nadrashiqin zgjedhjet e ardhshme as 100 vota s'ka me i marë, sepse kam rri me i homogenizu, i ka hub krejt, dhe me thonë, atë rrenën që ja ka shqit qytetarve të pa qështojnë që nuk i njohin këto procese. Në këtë rast, nëse nuk mundet me mbajt veriu, du të amar ju. Mundohet se të paktën deri në zgjedhjet e ardhshme nacionale me përdor Mitrovicën e Jugut, me mbulu, me propagandë, me mbulu mashtrimin e madh, se kem shtri sovranitetin, s'ka mos sërbesht atje, s'ka mos sërb atje, vetëm kafe dhe restorane shqiptare, po në fakt, që nga ditë që posat ndodhë, certifikimi ka ndodhë javën e kalume me votën e lëvizjes vetë vendosin, këqëzë, dhe me thonë ata që thëshin kriminel kur tha kush është për, e që ndorën altë, me votën e tyne ata do t'i marrin, komunat veriore, udhëheqin e tyre, asamblistat kthehen dhe pastaj ata e ndërtojnë jetën e tyre konform Kushtetutës së Republikës Kosovës, që ka qenë ditën për të gjithë dhe që tënë këtë periudhë kohore Kurti është mundu me mshef për para qytetarëve të Kosovës se çka përmban fakt Kushtetuta e Shtetit të Republikës Kosovës. Është me nëse po trajtoni ose po thoni se mund t'jetë si dëm kolateral zoti Tahiri. Në rastin konkret gjithë vëmendjet që morë dhe gjithë propaganda që u bë për të, a rriti dhe a mund t'ja sjellë mbas se fitoren? Shqo, Agim Bahtiri atje ka fitu në Mitrovic me premtimin se me farat të kumullave ka me i nëzhe shkollat. Thamë sinqert, nuk më befason qështë do që të votojnë Mitrovicalit mas kësaj situate. Po një qytetar i vëmenshëm, një qytetar që rezonon veç pak racionalisht, që e do vendin, e voton Arjan Tahirin. Sepse
kur gjë s'ka premtu, kur gjë s'ka mashtru, kur gjë s'ka rrejt, e ka të pastër të kaluarën, ka ofru një vizion interesant dhe njeri po lufton në përbindjet e veta, pa mekanizmat shtetit, kundër mekanizmave të shtetit. Është një situatë shumë interesante. Unë besoj të kisha qenë qytetari i Mitrovicu e di që ka i shku vota. Jo vetëm këtë situatë, po kur do, kur kyqet paramendon kryeministri detyrë, që i ka pas 50.2%, e fyën e thëtë rrot rezervë, një djali 3, veç që ka hingarë dhe për ja merë partin, ku kemi më rrisi shoqni? Arjan Tahiri... A shene më shumë si humbi zotit Kurtin e se do të fiton të zotit Tahiri, se sa zotit Peci? Unë besoj që fiton Mitrovica në rast se fiton zoti Tahiri. Kjo është me rëndësi, në komunë du të me fitu qytetarët asoj komune. Fiton propaganda në rast se fiton Peci. Se nuk bëhet nami, a është minister, prap nëse bojnë qeverinë, nëse më rrinë, nëse gjojnë një partner, prap bëhet minister. Nuk është hallit që s'ka i qka me hangër. Mirë po është... është edhe deputet? është edhe deputet, do me thonë, nuk është në pyetje karriere atina, po është në pyetje mesazhi mashtrus që po dojnë me e përqu me këtë situatë. A fiton Peci, apo fiton Tahiri, Kosova nuk do t'jetë as ma shumë, as ma pak sovrane. Kushdo që mendon se do t'ket implikim, ose do t'ket ndonjë ndikim, e mashtron të tjerë dhe mashtron vetë vehtën. Por, çka është e vërteta, paka shumë Kurti e sheh se po i rënohet maqineria propagandistike që ka ndërtu për ato që ka ndodhur në komunat veriore. E nëse kthehemi në kryeqytet, si po shihni garen? Është interesant, gara ka qenë e dobët. Kem pas 2 kandidatë që vinë kryesisht janë ballotazh për shkak se kanë bastionet fuqishme partijake. Përparimi ka pas shumë dobësi gjatë qeverisjes, megjithatë në krahasim me Çekun të paktën është përparimi është kryetar. Qytetarët e Prishtinës e dinë që në rast se zgjedhet Çeku do të jetë vetëm kryetar protokolar. Do të jetë kryetar që do të jenë në misione, do të pretë përcjell mësafer, merr pjesë në ngjarjen e evente, po komuna do të udhëhiqet nga tjetër kush. Drejtorët nuk i cakton Çeku, e cakton Lëvizja Vetëvendosje. Thuhet se Deona Mihali, nëse i ka ndodhur, mjafton të pyet në Shpend Ahmetin dhe të tjerët të tregojnë administratën e cakton partia, e raporton partisë, kuadrat edhe asistentët flitet që ja u cakton partia. Si ka dur të lira një kryetar? Ja, nuk i ka. Në Prishtinë nuk i ka pas. Domethënë Shto këtu dhe faktin që kandidati vjen nga Prizreni, a ja rëndon edhe më shumë? Nuk po të bëj, e rëndon, natyrisht, ai nuk e njeh Prishtinën. Lidhje me Prishtinën nuk ka. A duhet pra domosdoshmërisht që ti nënshtrohet diktatit partijak ose njerëz të shndruhet? Po apo ju duket një natyrë që nuk i nënshtrohet? Kë zoti Çeku në rrethana duket një figurë intelektuale, një figurë besoj që është njeri i mirë, besoj që në një ambient qetë, ndoshta i shkon edhe kryetar reprezentativ. Po në këto soza, Prishtina do t'i humbte 4 vite krejt. Të paktën, përparim Rama i ka fillu 2 projekte të mëdha që po thotë ai rruga A, do Unaza, të paktën ndoshta uroj që qytetarët e Prishtinës të shohin produktet të politikës së tij afatgjate. A nuk është figura e dur Hajrullah Çeku, apo Lëvizja Vetëvendosje nuk do të mund ta fitonte Prishtinën potencialisht as me një figurë tjetër? Të dyjat. Spari nuk është një figurë e dur sepse nuk është, domethënë nuk ka asnjë lidhshmëri me Prishtinën. As përparim Rama nuk është që kishte shumë, zoti Ari, erdhi prej Londrës, është një rrjetet, është një mentalitetet Prishtinës. Pa marrë parasysh që unë kam jetu kohë gjatë në Hollandë, po unë jam i qëti, unë nuk di që jetohet në Prizren. Dhe me thonë, nëse më kështë qëtë të mu, në ryshe ka qenë, kërë jam këthy për Hollandës, me më pas shumë Prizren, unë isha shku i hopt. Se nuk e din, a i vjen nga një rreth, Prishtinas, familje Prishtinase, është Prishtinas. Faktikisht me prejardhe nga Lapi, mirë po është i Prishtinës, Hajrullah Çeku nuk është. Dhe kjo është handicap? Është handicap, natyrisht, sepse domosdoshmërisht duhet me kanë i Prishtinës, se Prishtina është i të gjithëve, Prishtina është qytet i Kosovës. Sigurisht, dhe pas kalon edhe ndoshta në suaza të paragjykimit. Po, absolut, nuk e në asë një mënyrë, sepse të ke fundet dhe nëse him ashtu dhe Rama vjen nga Podijeva, nuk është e formë e gjykimit tim kur. Mirë po, kënë njëni nuk e nje Prishtinën. E thamë sinqert në Fail Bajqinovës, që ka një shumë mirë Prishtinën. E cilë edhe ishte përmendur si një? Ishte përmendur dhe besej që kish pas shumë gjasa se me Faili është i Prishtinës. Pasaj ka dhe kuadra tjerë që janë të Prishtinës. Unë besej që edhe ishtë kandidati Vitia. Unë besej herën e kalume, sikur kur nuk deshti Vetëvendosja me fitu, se është një njeri me integritet, një njeri respektuum. Dhe është, sa do kudo, është ma i pavarën veprimet veta.
për dallim prej Qekut. Zoti Vitia, unë e konsideroj që një njerëz që ishtë konkretari Prishtinës. Me thatë edhe se kanë bërë një farë fushate të ljatë në një farë mënyre të dy kundër kandidatët që janë për Prishtinën. Pse? Në kuptimin e programit, në kuptimin e asaj që kanë paraqyrë, sepse të paktën kanë patur edhe disa ballafaqime publike, kanë treguar një farë kulture të komunikimit, disa përqafime që janë dhënë njëri tjetrit, po ku është kjo përveç përqafime kur gjë. Fushate e ljatë. Ja, e ljatë, domethënë, përqafime kur gjë s'ka pas. Nuk ka qenë interesant, më kujtohet para 4 vite, po më duket krejt Prishtina, krejt Kosova e ka kthyer në televizion kur janë ballafaqu zoti Vitia me përpara Ramën. Unë besoj që në programe debatuese ka pas garë, në cili me u shiqur se pa përfillshëm dhe nga vetë qytetarët e Prishtinës. Megjithatë, unë jap shumë përparësi zotit Rama. Nëse shkojmë në komunat e Tukagjinit, komunat kryesore në Gjakov, cila Ardian mendoni se do të triumfoj? Besoj që nuk ka as garë atje, nëse e këshyr hollë, nëse e këshyr punë që i ka bërë Ardian Gjini. Unë besoj që rezultati dihet, unë besoj që Ardiani fiton, unë besoj që kësaj herë nuk do të bojnë gabimin e raundit parë ku paka shumë si u siguruan se do të fitojnë, strukturat ishin pak në gjumë besoj, dhe për pak vota, dikon 700 vota, nuk e më rrivu ballotashin. Tash ka bo edhe koalicion, edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe me, të nëse jënë formë shkruar, po edhe me Partinë Demokratike të Kosovës, dhe po besoj që Ardian Gjinin e zgjedh kryetar punë e jashtëzakonshme që e ka bo. Këshire, politika është politik, partia është parti, po mjafton me shku vetë qytetari me marrë vetur një ditë, edhe me shku me po vetë me syte vetë Gjakovën që është transformu. Ta, për shembull, Aleanca në qytet nuk ka pas shumë përkrahje. Është hera e parë që qyteti i ka dalë, i ka votu Ardianës, jepse janë me parti ose diçka, po e kanë shpërbly për punën që e ka bo. E puna ka qenë jashtëzakonshme dhe do të ishte dëm për Gjakovën sepse ai ka prezantuar edhe projektet që i ka. Humbja atina do të nënkupton të humbje të mëdha për Gjakovës sepse është një ndër kryetarët që ka treguar që ka vizion për qytetin e vet. Kundër kandidatit tina zoti Gola flitet se është njëri i mirë, shihet që ka përgatitje akademike, profesor doktor, domethënë një intelektual gjithsesi, një njeri i respektuar që respektohet në Gjakovë. Mirë po në këtë garën, ai mas pare ka hytë shumë i papregaditur. Spari doli që nuk e njeh Gjakovën, nuk e njeh zhvillimet në Gjakovë, domethënë nuk e njeh çka po ndodh me projektet. Nuk i njeh as kodet buxhetore, çka domethënë u met me ato 100.000 euro të kanalizime, kurse nuk e di çka janë ato që bashkëfinancim fondet. Megjithatë ka qenë një garë e mirë dhe në një garë, ndoshta mas 4 vite një kuadër po gabojnë ka njëherë partitë politike, po i qesin kuadrat e mira në një garë 2 muaj përpara zgjedhjeve. Unë besoj që Ardian Golaj, sikur të ishte përgatit 3 vjetë përpara që e bojnë shumë kryetarë komunë, për shembull, sikur vetë Gjini që ka tregu këtu, të kishte filluar me njoft më mirë Gjakovën, sa e kalon nuk e jeton Gjakovë tash, besoj që do të kishte ofruar të kishte bënë një ofertë me të vërtet konkurruese ndaj. A ka garën e pej? Jo, nuk besoj. Nuk besoj, gazi fiton. Lëvizja vetëvendosje nuk kam rri me bo koalicion, sa di. Të paktën jo me Aleancën që e bën ndryshimin, dhe sa di une, në bazë të asaj se unë kam jetu një kohë gjatë me njerëz të Aleancës, kryesisht botues të Aleancës apo banditat që shuaj ke vetëvendosja me non shkurt, nuk do të ligën e me votu ata që i kanë qenë bandita. Në shkurt, po do të votojnë Gaz Muhaxherin, pavarësisht që nuk kanë ndonjë raport, posaçëm dhe nuk ka qenë i kujdesshëm Gaz Muhaxheri me ruajtjen njerëzore me Aleancën për Armërinë e Kosovës. Prizreni, ishte sot Albin Kurti tha që për kandidatin Shaqir Tota, ai tha se i ngjanë një këngëtar që s'di të këndoj. Vallai, ma mirë që s'di të këndoj se sa Albin Kurti para 4 vjete, këqërne videon e tina, i ftej qytetarë të shohin videon kur dilke me atë kandidatin që ka pas kallëzike qysh ka me bot tunelin atë e i përmenke do fshatra vlashinc mikush tuti që i njeh krejt gjarjet e i rajke prezrenalit qysh ku me bot tunelin prezrent të to. Bile një heru këthy për atje kishtë aku Kasemin e ish inspiru patriotikisht. Kasemi ishte edhe sot. Po pe atjet erdh me aton më nëgjesja nëzërën gjumin totës edhe shkike ku do të me shpuë tunelin një ngjarje komedi total. Ja ka hup Prizrenit, Albin Kurti, ja ka hup shansën me pas tunelin Tetov Prizren.
e ka varros Albin Kurti me politikat e tij të mrapshta dhe me miqësinë e tij me Mickovskën. Nuk ka çka lyp vetëvendosja nëse s'ka qenë prezident Ali. Për shkak që ati tuneli, lëvizja vendosi nuk ishtë dosh me mri as balotazhin. Një mashtrim total, një abuzim total dhe një mosdije fenomenale se si menaxhohen projekte të tilla të rëndësisë strategjike, nacionale dhe kombëtare. Figura Artan Abrashi ta bën diferencë? Unë nuk e njoh, po kam dëgjuar që në president ka ndikim, është njëri i respektuar. Besoj që megjithatë puna e mirë e tota i ka me mujt zotin Abrashi. Tek e fundit nëse jo premtimet e rreshme dhe mashtrimet e vetëvendosjes, besoj që puna e zotit Tota që ka qenë 4 vite. Jemi ka fundi, ku mendoni që do të fitojë vendosja? Urno? Ku mendoni që do të fitojë vendosja? Besoj që në Gjilan e bukur fshire ka Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse ka shumë pak vota. Zoti Hyseni ka mri me rujt atë frymën e vetëvendosjes 2021, edhe pse kur gjë s'ka bo vetëvendosja në Gjilan. Ja u ka bllokuar autostradën, nuk e ka bo stadionin, kur gjë s'ka bo, mirë po e ka rrit me ruat frymën, edhin që këta pani, këta të moqmit, këta edhe mos me bo kur gjë me fitu zgjedhjet. Edhe më ka ardhur keq, shëre, jo të gjithë njerëz kanë aftësi të jashtëzakonshme komunikative. Arbri është një njeri jashtëzakonisht i mirë, është punëtor jashtëzakonisht i madh. Ai e boni një gabim në debate, sepse po them nuk i kanë gjithë një aftësitë komunikuese sikur aftësitë ekzekutive dhe si duket ajo kushtoi herën e parë dhe megjithëse ka bërë koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, kjo mund me rreziku, po megjithatë zoti Hyseni ka një Tjetër komuna fiton vendosjen në këndvështrimin tuaj, përveç Gjilanit që besoni? Në fushë Kosovë është luftë e ngushtë. Varet prej besnikut se sa kam rri me mobilizua, kam rri me bëni koalicion kualitativ me Partinë Demokratike të Kosovës. Të më thonë, varet shpesher dhe nga vetë fokusimi edhe nga përkraja që jep partia me cilin ka bu koalicion. Këtë rast Partia Demokratike e Kosovës në fushë Kosovë mundet me bënë ndryshimin. Qarës Darifi, falenderit shumë që ka arsonte dhe ka bërë. Falenderit për ftesën. Do të shohim së shpejti, ja do dalin këto rezultate, ajo veç edhe pak orë na ndajnë. Falenderit shumë.